Qeveria e turpit, si është e mundur që kryebashkiaku i Shkodrës del para spakut dhe mbetet sërish në zyrë? Në një shtet normal, fakti që kryebashkiaku i një prej qyteteve më të rëndësishme të vendit del para spakut dhe dërgohet për gjykim do të mjaftonte të paktën për tronditje politike, distancim publik dhe reflektim institucional. Në Shqipëri ndodh dhe kundërta. Benet Beci jo vetëm që mbetet kryebashkiak, por sistemi sillet sikur asgjë serioze nuk ka ndodhur. Sipas raportimeve publike, SPAK e ka marrë të pandehur dhe e ka dërguar për gjykim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera, për një çështje që lidhet me kohën kur drejtonte keshin, para se të bëhej kryebashkiak i Shkodrës. Dhe këtu nis turpi i vërtet politik. Sepse problemi nuk është vetëm çështja penale. Problemi është mesazhi që jep qeveria kur një figurë e saj, e goditur nga SPAK dhe e çuar drejt gjykimit, vazhdon të qëndrojë në krye të bashkisë sikur qytetarët i detyrohen durim pafund. Kjo nuk është më respektim i prezumimit të pafajësisë si alibi politike. Kjo është kthimi i pushtetit në strehë mbrojtëse, ku funksioni publik nuk preket derisa të bjerë rrufeja përfundimtare. Dhe deri atëherë, qytetarit i kërkohet të pranojnë normalizimin e skandalit. Në fakt, vetë kronika publike tregon se Beci është ende në detyrë, edhe pse çështja ndaj tij është kaluar për gjykim. Birën e ka renditur mes kryebashkiakëve nën akuzë, ndërsa raportimet të ditëve të fundit tregojnë se ai madje vijon të trajtohet si figurë aktive politike në PS, edhe pse është hequr nga roli i drejtuesit politik në qark. Pra, sistemi nuk e ka nxjerrë jashtë pushtetit, vetëm i ka rregulluar ekspozimin. Kjo është arsyeja pse njerëzit kanë të drejtë të pyesin me zemërim, si është e mundur? Përgjigjja është e hidhur, por e thjeshtë, sepse në Shqipëri hetimi nuk mjafton për të prodhuar standard politik. Sepse qeveria nuk vepron me logjikën e llogaridhënies, por me logjikën e mbrojtjes së radhëve të veta. Sepse pushteti nuk e sheh veten të detyruar të japë shembull, por vetëm të mbijetojë. Dhe kur një qeveri vazhdon të mbajë në zyrë figura nën akuzë ose në gjykim, ajo nuk mund të quhet më qeveri e shqiptarëve. Ajo kthehet në qeveri e turpit, ku morali publik zëvendësohet nga llogaria e ftohtë e forcës. Sigurisht, ka një dallim juridik që duhet thënë qartë, të jesh nën hetim apo edhe i dërguar për gjykim nuk është njësoj me të qenit i dënuar me vendim të formës së prerë. Ligji i dekriminalizimit ndalon kandidimin dhe mbajtjen e funksioneve për kategori të caktuara personazh të dënuar përfundimisht për vepra të rënda. Pra, dërgimi për gjykim vetvetiu nuk e shkarkon automatikisht një kryebashkiak. Por pikërisht këtu del në pas diferenca mes minimumit ligjor dhe minimumit moral. Çfarë lejon ligji nuk mjafton për të justifikuar gjithçka që bën politika. Një qeveri serioze mund të zgjedhë standard më të lartë se ai i detyrimit penal. Një qeveri e konsumuar zgjedh gjithmonë standardin më të ulët të mundshëm. Dhe kjo është fytyra e vërtetë e problemit. Shqipëria nuk po vuan vetëm nga korrupsioni apo hetimet. Po vuan nga normalizimi i tyre. Nga ideja se mund të jesh nën akuzë, të dalësh para spakut, të shkosh drejt gjykimit dhe prap të sillesh si administrator i zakonshëm i qytetit. Nga bindja se publiku do të lodhet, do të harrojë dhe do të kalojë te skandali tjetër. Por nuk duhet të kalojë. Sepse kur qytetarët mësohen të shohin hetimin si dekor dhe pushtetin si bunker, atëherë nuk është thjesht një kryebashkiak që mbahet në zyrë. Është vetë ideja e shtetit që degradohet.